Të dashur dëgjues të Radio Maris, qoftë lëvduar Jezu Krishti. Ju përshëndesim nga studio e Radio Maris së Kosovës në Prishtinë, një zë i krishterë në shtëpinë tënde. Në vazhdim ju ftojmë të lutni mbrëmsorën e dytë në të kremten e zemrës së Krishtit. O hyj më eja në ndihmë. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. Krijuesi i lum i shekullit, O Krisht shëlbuesi i të gjithëve, ndriqim nga drita e Atit, hyj i vërtet prej hyjit, të shtyu dashuria jote, të marrësh trupin e vdekshëm, si Adam i ri të ktheje, çka pat humbur i vjetri. Ati dashuri krijues jetëdhënës, i tokës, detit, yjeve, i erdh keq për fajtë të parëve, dhe na i këputi prangat. Mos ju ndaft zemrës tënde, forca e dashurisë ndritur, nga kjo gurë nxjerrshin kombet, hirin e shlyerjes së fajeve. Për këtë heshtën e hidhët, dhe për këtë vuajti plagët, që ne ndyrsin të na lante, me gjak e ujë të rjedhshëm. Ty Jezus të qoft lavdia, që zbraz në zemër hirin, me Atin dhe me Shpirtin, ndër gjithë shekujt burim jete. Amen. Antifona e parë. Sundo o Zot në mes të armiqve të tu, zgjedha e jote është e lehtë. Psalmi 110. I tha Zoti Zotit tim, rri në të djathtën time derisa ti vë armiqtë e tu, shtroj për këmbët e tua. Skeptrin e pushtetit tënd Zoti do ta shtrijë nga Sioni. Sundo midis armiqve të tu. Ty të përket më i lartë i pushtet, në ditën e fuqisë sate, në shkëlqime të shenjta, nga kraharori para yllit të dritës, unë të linda. Zoti u përbetua asesi s'do të pendohet. Ti e prift për amshim në mënyrën e Melkizedekut. Zoti është në të djathtën tënde, i dërmon mbretërit ditën e zemrimit të vet. Në udhtim ujë do të pi prej porojit, prandaj lart do ta ngrej kokën. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Sundo o Zot në mes të armiqve të tu, zgjedha e jote është e lehtë. Antifona e dytë. Hir dhe mëshirë është Zoti, ai u dha ushqim atyre që e druajnë. Psalmi 111, lavdi veprave të hyjit. Me gjithë shpirt do ta lavdëroj Zotin, në kuvendin e të drejtëve, në mbledhjen e tyre. Të mëdha janë veprat e hyjit, për të shqyrtuar prej atyre që i duan. Stoli e shkëlqim është vepra e tij, drejtësia e tij qëndron në shekuj të shekujve. Unë ngre për mendore mrekullive të veta, i mëshirshëm e mëshirdhënës është Zoti, u jep ushqim atyre që e druajnë, kur se harron beslidhjen e vet. Popullit të vet ja kumtoi fuqinë e veprave të veta, duke u adhuruar pronën e paganëve. Veprat e duarve të tij janë drejtësi e besnikëri. Urdhërimet e tij janë të vërteta, të qëndrueshme në jetë të jetëve, të themeluara mbi të vërtetën e drejtësinë. Shpërblimi dha popullit të vet. Beslidhjen e vet e bëri të amshueshme. I shenjtë dhe i tmerrshëm është emri i tij. Fillimi i dijes është frika e Zotit. Janë të mençur të gjithë ata që veprojnë sipas saj. Lavdia e tij qëndron për amshim. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Hir dhe mëshirë është Zoti, ai u dha ushqim atyre që e druajnë. Antifona e tretë. Që qengji i hyjit, ai që i shlyen mëkatet e botës. Kënga krahasuar me letrën drejtuar Filipianëve, kapitulli 2 rreshta 6 deri 11. Krishti Jezus edhe pse me natyrë hyj,
Barazin e vetë me të nuk e çmoj si një visar që s'mundet pa të. Por ja mohoj vetë vetës, e mori natyrën e shërptorit dhe u bëi ngjashëm me njerëz. Dhe për kapamja e jashtme duke i vetëm njeri. E përulli vetë vetën duke u bëri të gjuhëshëm deri në vdekje, mu deri në vdekje në kryq. Prandaj edhe hyi e lartësoj tezve dhe i dha emrin që është mbi çdo emër. Që në emër të Jezusit të përkullet çdo gjuhë, i atyre që janë në qiell, në tokë e në nën tokë. Dhe çdo gjuhë të dëshmoj, Jezu Krishti është Zot, në nder të hyjit atë. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tashe për gjithmonë e jetës. Amen. Që qengji i hyjit, ai që i shlyen mëkatet e botës. Leximi i shkurtër nga letra drejtuar Efesianëve, kapitulli i 2, rreshtat 4 deri në 7. Hyji i pasur me mëshirë në saje të dashurisë së madhe me të cilën andeshi, ne që ishim të vdekur për shkak të fajeve, na ngjalli bashkë me Krishtin. Ju jeni të shëlbuar me hir dhe bashkë me të na ngjalli dhe na vendosi në qiell në Krishtin Jezus, që me mirësinë e tij ndaj nesh në Jezu Krishtin, ta tregoj në shekujt e ardhshëm pasurinë e patregueshme të vetën. Përgjigjja e shkurtër. Krishti për dashuri na ka pastruar nga çdo faj me gjakun e vet. Krishti për dashuri na ka pastruar nga çdo faj me gjakun e vet. Bëri prej nesh një popull mbretërish me shtar për lavdinë e Atit. Me gjakun e vet. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Krishti për dashuri na ka pastruar nga çdo faj me gjakun e vet. Kënga ungjillore Magnificat antifona. Zoti na pranoi në zemrën e vet, duke e kujtuar mëshirën e vet. Kënga e Via Jerusalem sipas Lukës ungjilltar, lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin. Shpirti im e harej brohorit hyjit shëlbuesit tim. Sepse shikoj me pëlqim mbi shërptorën e vet të përvuajt, që se që tani të gjitha breznit do të më quajnë të lumtur. Sepse punë të mëdha bëri për mua hyi gjithë pushtetshëm, i shenjtë është emri i tij. Mëshira e tij brezni më brezni, për ata që e druajnë. E tregoi fuqinë e krahut të vet, i hodhi poshtë qëllimet e krenarëve. I rrëzoi princat prej froneve të tyre, e i lartësoi të përvuajturit. Me të mira i mbushi ata që s'kishin ç'të hanë, e të pasurit i nisi duar thatë. I ndihmoi Izraelit shërptorit të vet, duke e sjell në mend mëshirën. Si u apati premtuar etërve tanë, në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tashe për gjithmonë e jetës. Amen. Zoti na pranoi në zemrën e vet, duke e kujtuar mëshirën e vet. Lutjet e besimtarve. Ti lutemi Krishtit që t'u jap paqe dhe freskim shpirtrave tanë, duke thënë: Mbret mirësie, ki mëshirë për ne. O Jezus, zemra jote u shporua me heshtë dhe prej saj rodhen gjak dhe ujë, që i japin jetë kishës nusës sate. Bëje atë të shenjtë dhe të panjoll. Mbret mirësie, ki mëshirë për ne. O Jezus, tempulli i shenjtë i hyjit, i rënuar prej njerëzve dhe i rindërtuar prej Atit. Bëj që kisha të jetë shenjtërorja e gjallë e lavdisate. Mbret mirësie, ki mëshirë për ne. O Jezus, mbret dhe qendër e të gjitha zemrave, na e trego mëshirën tënde. Ri për të rije me njerëzit e kohës sonë beslidhjen e dashurisë sate. Mbret mirësie, ki mëshirë për ne. O Jezus, paqja dhe pajtimi ynë, që me anë të kryqit shkatron çdo armiqësi dhe na bashkon në të vetmin njeriun e ri. Bëj që të jetojmë në bashkësi me ty në të vetmin shpirt. Mbret mirësie, ki mëshirë për ne. O Jezus, për shkak të dashurisë së madhe, u bëri i dëgjueshëm deri në vdekje.
Bëj pjesëtar të lavdisate të gjithë ata që vdiqën duke shpresuar në ty. Mbret mirësie, ki mëshirë për ne. Ati ynë që je në qiell, u shenjë troftë emri yt, art mbretëria jote, u bëft vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot. Na i fal fajet tona si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi, o hy i gjithpushtetshëm, po e nderoj me gëzim zemrën e birit tënd të dashur dhe po përkujtojmë mrekullitë e dashurisë së tij ndaj nesh. Bëj të fitojmë prej këtij burimi të pashtershëm begatinë e hireve të tua, nëpër Krishtin Zotin ton. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyin. Të dashur dëgjues të Radio Maris, patët mundësinë së bashku me ne të lutni mbrëmsorën e dytë në të kremten e zemrës së Krishtit. Nga studio e Radio Maris së Kosovës, qoftë levduar Jezu Krishti.